Kryeministri Edi Rama është i vendosur për të vijuar pa ndërprerje aksionin për lirimin e hapësirave publike nga veri unë jug të vendit. Kreu i qeverisë zotohet se do të çlirohen plotësisht hapësirat publike. Gabimisht shumë kush e mendoi një shivere, të tjerët e komentuan si aksion që do të zgjaste sa vera, por kush besoi se ky nuk është as shivere dhe as aksion, po një operacion që nuk do të ndalet deri në çlirimin e plota hapësirave publike, u shpreh Rama. Aksioni për lirimin e hapësirave publike po vazhdon prej fillimit të muajit korrik dhe në kuadër të kësaj Rama ka njoftuar se po hartohet edhe rregulloria kombëtare, në të cilën do të përcaktohen me ligj hapësirat që mund të shfrytëzojë biznesi. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.